Ndodhe dhe kështu ish deputeti i Partisë Demokratike Halit Valteri, konvertuar në këshilltar të Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe një ushtar i paepur i Erion Veliajt po mbledh firma për lirimin e Zdromsit të Tiranës. Në fakt Halit Valteri nuk e liron dot Erionin nga burgu, por po mbledh firma që Erioni të dalë nga qelia dhe të shkojë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ndoshta Haliti është bërë edhe konstitucionalist, e ka lexuar kushtetutën si intelektual i madh që është, ndoshta i ka thënë Erionin, ndoshta vazhdojnë lojrat e skemave të tyre, por gjykata kushtetuese nuk ka thënë që Erion Veliaj të lirohet, por ka thënë që shkarkimi që i bëri Këshilli Bashkiak pra Halit Valteri dhe shokët e tij ishte jo kushtetues. Pra nuk ishte bërë siç duhej dhe më shumë se sa të mbledh firma për ta çuar në Këshill Bashkiak një të pandehur me 13 akuza të rënda penale që nuk shkon të përballet me drejtësinë, duhet të mbledh firma dhe ta shkarkojnë sipas procedurave të rregullta kushtetuese. Pra ta thrasin në Këshill Bashkiak ta dëgjojnë për ta shkarkuar, jo ta thrasin ta dëgjojnë për buxhetin kur Erion Veliaj ka 9 muaj nuk shkon në punë dhe ankohet se është i izoluar dhe nuk ka informacion, ndërkohë që prej kohë gjyqi i tij mund të kishte përfunduar, por Zdromsi nuk shkon në gjykat, por shtyn seancat. Për çfarë do të flas për buxhetin Erion Veliaj? Nga ana tjetër, meqense u dash ka nxjerr Erioni nga qelia që të shkojë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që të flas për buxhetin, të nxjerrim dhe Ilir Beqajin të shkojë atje ku ka qenë drejtor, të dalë edhe Ilir Meta, se ka edhe Partinë e Lirisë ta nxjerrin një herë në 2 javë, një herë në muaj, kur ka protesta, kur ka mbledhje kryesie, të shkojë ta drejtojë edhe Iliri partinë. Ata kryetarët e bashkive të arrestuar pse të mos e bëjnë burgu në zyrë, me mend të Halit Valterve dhe të Erion Veliajt nuk vihet asgjë kundi, thot populli. Erioni nuk duhet të ri në burg, duhet të ri kryetar bashkie, nuk ka kryetar bashkie që hyn në burg sipas konceptit të tyre. Pra kapet një kryetar bashkie me korrupsion, me skandale dhe hajdut dhe nuk duhet të jetë në burg ai, duhet të ri Ilir se e ka zgjedhur populli kryetar bashkie. Po të zgjodhi populli, edhe pse kryetari i bashkisë është hajdut, ti je i pafajshëm dhe duhet të vazhdosh detyrën. Fundja ç'po bën, po vjedh, po shkel ligjin, po abuzon. Edhe kur firmos si kryetar që paratë e buxhetit të mbledhura nga taksat e qytetarëve të shkojnë në veshmbathje për gruan dhe lekët e tyre të hyjnë në xhepat e familjes, duhet të rish në zyrë, edhe me 13 akuza të rënda penale, ty rëndosh sa më shumë qytetarëve. Gjithsesi kjo duket një lëvizje nga ato të radhës të Kryebashkiakut të Tiranës që kërkon të mbahet fort pas mandatit të kryetarit të bashkisë për të mbajtur peng kryeqytetin për interesat e tij personale dhe të lidhura me 13 akuza penale. Nuk ka pasur kurrë as dinjitetin as burrërinë që të jap dorëheqjen të përballet me drejtësinë dhe ta çlirojë Tiranën nga një ngërç. Por koka e tij kërkon tani të përdor mercenarët që i ka bler sa nga Saliu e sa nga Lulzim Basha për të shkuar në mbledhje të Këshillit Bashkiak që të dalë si fitues, megjithse kjo fitore e Erionit në gjykatën kushtetuese ishte shumë e madhe, sepse edhe pse fitoi në gjykatë kushtetuese, çështjen e shkarkimit është ende në burg dhe nuk është çliruar apo gjykuar për 13 akuzat penale. Ndaj dhe të shkojë në mbledhje të Këshillit apo të mos shkojë, nuk e vendosin firmat e Halit Valterit.